ku është Allahu? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pyetur një robresh, "Ejn Allah, ku është Allahu?" Qalet fi s-sama, ka thënë Allah është lart në qiell. Cëllin njerin këtë dynja ta pyetsh, të krishterë, qifot, musliman, njerëz që nuk din as çfarë feje kanë, por besojnë një fuqi të madhe. Pyeti, ku është ajo fuqi e madhe? Fuqia absolute ka bëu me kësht lart në qiell. Krejt njerëz të dynjas, kur përmendin krijuesin, Allahun e qëndorën lart apo syt lart apo kur lutën qëndort lart. Mbi 1000 argumente gjen të cilat tregojnë me qindra nga Kurani, me qindra pe hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nga natyrshmëria e njerëzit, librat e shajta, sunetet, ke dynjaja se Allahu Ar-Rahman ala al-arsh istawa, shka 7 herë në Kur'an, Allahu është mbi arshin e tina, mbi fronin e tina. E pastaj shka Imam Maliku, Allah e pas mëshiruar, el-istiwa ma'lum, të qendrit e Zotit mbi këtë gjithësi është e njohur apo dhe është mendim i krejt ehli sunetit. Wal kayfiyatu majhul, por si qëndron Allahu nuk e dim. Was su'alu anhu bid'a, dhe pyetja rreth asaj se si qëndron Zoti atje është bidat.